Nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11. Në gjykatën themelore në Prishtinë ka dështuar seansa fillestare për rastin e rezervave shtetërore, ku në cilësinë të akuzuarës është edhe ministrja në detyre tregtisë Rozeta Hajdari. Seansa është shtyrë për datën 13 janar për shkak të mungesës së Hajdarit dhe avokatit të akuzuarit tjetër Irfan Lipovicës. Kryetari i trupit gjykues Avni Sylla tha se Hajdarit i është dërguar ftesa për pjesëmarrje në seancën e sotme, por deri më sot nuk ka marrë përgjigje nëse ajo e ka pranuar ftesën në mënyrë të rregullt. Ndërkohë në seancë ishin të pranishëm 3 të akuzuarit të tjerë, Irfan Lipovica, Hafiz Gara dhe Ridvan Muharemi, të cilët bashkë me Hajdarin akuzohen se i kanë shkaktuar dëm buxhetit të shtetit afër 3 milion euro. E në anën tjetër, Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 3 personave për sulmin me rreth 20 kg eksploziv të kryer një vit më parë në kanalin e Iber Lepensit. Ndër veprat penale për të cilat akuzohen, përfshihet edhe rrezikimi i rendit kushtetues përmes veprave terroriste dhe spionazhit. Një nga të akuzuarit është pjesëtarja e Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Serbisë. Ndërkohë, në paraburgim janë dërguar vëllezrit Dragisha dhe Jovan Vicentijevic. Raporti i ekspertimit gjeologjik të FBI i datës 3 nëntor të këtij viti kishte konfirmuar se mostrat e dheu të marra nga çizmet e vëllezërve Vicentijevic nuk dallojnë nga mostrat e marra në vendin e ngjarjes në fshatin Varak tek kanali i Iber Lepensit. Lidhur me këtë shpërthim, autoritetet kanë arrestuar 10 persona të dyshuar duke sekuestruar armë dhe eksploziv. Në përfundim të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, Ambasada Britanike në Prishtinë ka mbledhur udhëheqësit fetar të Kosovës, ku kanë nënshkruar deklaratë të përbashkët për dhunën me bazë gjinore dhe dignitetin njerëzor, një akt i vlerësuar historik. Në njoftimin e ambasadës thuhet se në drejtimin e ambasadorit Jonathan Hargreaves, përfaqësues nga Bashkësia Islame e Kosovës, Kisha Ortodokse Serbe, Kisha Katolike, Komuniteti Hebre dhe Kisha Protestante Ungjillore, u bashkuan në të njëjtën tavolinë për ta sinjalizuar një qëndrim të qartë dhe të unifikuar se dhuna nuk ka vend në fe, familje apo shoqëri. Hargreaves tha se në Kosovë këto vlera luajnë rol kyç në forcimin e kohezionit shoqëror dhe të stabilitetit. Instituti i Kosovës për Drejtësi publikoi raportin Llogaridhënia përballë skandaleve qeveritare. Raporti sqaron se qeverisja antikorrupsion tërheq pas vetës nevojën që qeveria në mënyrë proaktive të promovojë dhe të marrë masa për parandalimin e korrupsionit. Raporti thekson se deri më tani qeveria aktuale ka demonstruar një qasje të kundërt me parimet e qeverisjes së mirë në raste të shumë dyshimeve për korrupsion të plasuara në publik ndaj zyrtarëve publik. Në vend që të promovojë transparencën dhe të bashkëpunojë me institucionet e drejtësisë, qeveria shpesh ka mbrojtur personat e dyshuar, duke vënë në pikpyetje punën e institucioneve hetimore dhe duke sulmuar organet e ndjekjes, theksohet tutje në raport. Sipas raportit, mungesa e llogaridhënies publike për dyshimet e paraqitura në publik për skandale të ndryshme ka cënuar parimet e qeverisjes së mirë. Ecim tutje me informacionet të tjera të ditës. Një zjarr i madh ka shpërthyer paraditën e sotme në një ndërtesë në lagjën Kodra e Diellit në kryeqytet. Nga policia e Kosovës kanë bërë të ditur se një person ka pranuar tretman mjekësor. Zëdhënësi i policisë për rajonin e Prishtinës Enis Plana tha se rreth orës 7 kanë pranuar informatën për një incident zjarri në lagjën Bregu i Diellit në Prishtinë, ku është përfshirë një banesë. Ajo shtoi se policia dhe zjarrfikësit kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes dhe se po merren me rastin. Në moshën 74 vjeçare ka ndëruar jetë ish boksieri i njohur i Prishtinës Nazif Gashi, i cili ka qenë një nga emrat më të mëdhenj të sportit kosovar. Ai ishte pjesë e gjeneratës së artë të Prishtinës, që për shumë vjet dominoi në shtetin e dikurshëm të ish Jugosllavisë.
Ka ndruar jetë sot në moshën 74 vjeçare ish bokseri I njohur I klubit të boksit Prishtina dhe ish selektori I Kosovës në boks Naziv Gashi. Gashi ka qenë një nga figurat më të mëdha të sportit të Kosovës në shekullin e kaluar dhe mbetet figurë ikonike për gjeneratat e ardhshme. Naziv Gashi është 5 herë kampion I ish Jugosllavisë me klubin e boksit Prishtina dhe një ndër më meritorët për këtë fitore. Ai gjithashtu 2 herë fitoi gongun e artë në Shkup me 1975 dhe 1976 në konkurrencën individuale. Naziv Gashi në vitin 2002 u emërua selektori I Kosovës në boks dhe qëndroi në atë pozitë deri në vitin 2005. Ndërkohë, presidentja Vjosa Osmani ka shprehur ngushëllime të sinqerta për familjen Gashi pas ndarjes nga jeta të Naziv Gashit, njërit prej emrave më të shquar të sportit kosovar dhe pjesëtar I gjeneratës së artë të boksit Prishtinas. Në telegramin e ngushëllimit, presidentja Osmani ka vlerësuar Gashin si simbol të guximit, disiplinës dhe të përkushtimit, duke theksuar se karriera e tij në klubin e boksit Prishtina I kishte dhënë qytetit lavdi dhe krenari sportive. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Ukraina është gati për zgjedhje, pasi presidenti Donald Trump përsëriti pretendimet se Kievi po përdor luftën për ta shmangur mbajtjen e tyre. Mandati 5 vjeçar I Zelenskit si president duhet të përfundonte në maj 2024, por zgjedhjet janë pezulluar në Ukrainë që kur u shpall gjendja e jashtëzakonshme pas pushtimit të Rusisë. Duke folur me gazetar pas komenteve të Trump në një intervistë të gjerë për Politico, Zelensky tha se do të kërkonte që të hartoheshin propozimet që mund ta ndryshonin ligjin. Zgjedhjet mund të mbahen në 60 deri në 90 ditët e ardhshme, nëse siguria për votim garantohet me ndihmën e SBA-s dhe aleatëve të tjerë, tha Zelensky. Presidenti I Ukrainas është në një turne diplomatik të vazhdueshëm në Evropë pas bisedimeve intensive midis negociatorëve amerikan dhe Ukrainas gjatë fundjavës, të cilat dështuan të prodhonin një marrëveshje me të cilën Kijevi mund të binte dakord. Zelensky fitoi zgjedhjet në vitin 2019 me më shumë se 73% të votave. Ekzistojnë pengesa të konsiderueshme praktike për zgjedhjet në kohë lufte. Ushtarët që shërbejnë në vijën e frontit mund të mos jenë në gjendje të votojnë ose mund të kenë nevojë për leje për ta bërë këtë. Sipas OKB-s ka rreth 5.7 milion ukrainas që jetojnë jashtë vendit për shkak të konfliktit dhe çdo votim do të kërkonte masa komplekse dhe shtesë sigurie. Rusia vazhdimisht ka pretenduar se Zelensky është një udhëheqës I paligjshëm dhe ka kërkuar zgjedhje të reja si kusht për një marrëveshje anëpushimi, një pjesë diskutimi që është përsëritur nga Trump. Një votim I tillë do të ishte I drejtë vetëm nëse të gjithë ukrainasit mund të marrin pjesë, përfshirë ushtarët që luftojnë në vijën e frontit, ka thënë një deputet I opozitës ukrainase për BBC-n, derisa Oleksandr Merzhenko, kryetari I Komitetit të Politikës së Jashtme në Parlamentin e Ukrainës, ka thënë se ka pak presion politik të brendshëm mbi Zelenskyn për të thirrur zgjedhje ndërsa konflikti është duke vazhduar. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës takohemi në edicionin orës 13. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.